Po, selam aleikum. Wa alaikum selam. Më ka ardhur një pyetje shumë prekse e dhimbshme, andaj do shta me ta parashtru. Pyetja thot kështu. Selam aleikum, a mund me i bë pyetje hoxhës nëse fëmia ndron një jetë në aksident trafiku, a ka ndjedh dhimbja i fëmijë? Dhe pas vdekjes a ka shku direkt në xhenet? Dhe diçka rreth kësaj, ndonjë përgjigje për fëmijët kur vdesin në moshë të vogël. Parashtron pyetjen nëna e fëmijës i cili ka vdekur në aksident. Na fillimisht e falenderojmë Allahun e Madhëshëm që në vendimet e tij dhe caktimet e tij ndodhin këto gjërat. Edhe ato që na pëlqejnë, e na kënaqin, edhe ata që nuk na pëlqejnë e na mërzisin. Lavdet dhe bekimet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili është modeli jon të gjitha situatat e jetës. Edhe ku kemi të mira, e gëzohemi, edhe ku kemi të këqija, e mërzitemi. Andaj na fillimisht e lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu ta freskon zemrën e kësaj nane me sabër. Edhe këtë dhimbje, këtë mërzi, këtë pikëllim që ka Allahu t'ia shpërblen asaj me të mira në dunjën e ahiret. Aksidenti i fëmis është i dhëmshëm. Edhe ka pikëllimin e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vdes djali Ibrahimi, i cili ka qenë i vogël, i kanë dalë lot të synit. E shokët i kanë thonë, ja Rasulullah, dhe ti pa kanë, na mëson neve për sabër, na fol për sabër, e pa kanë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, syri lëton dhe zemra mërzitet. Ama kjo gojë nuk e thot asnjë fjalë që i dhan Allahu më xhalal. Andaj na themi çdo besimtarit që ndodh një gjë e tillë, thuaj momentin e parë që ndodh, që të vjen lajmi për aksidentin, për vdekjen e fëmis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ta Allahu t'jemi dhe taj do kthehemi. Kush e thot këtë fjali dhe bindet në përmbajtjen do me thanjen që ka kjo fjali, Allahu e mblon atë njeri me bekimet e veta, me mshiren e ti, dhe kjo është argument se ai njeri është i udhëzuar. Andaj, ngushlimet për zemrat atë sinqerta, duke lutur Allahun që t'ia flladit zemrat me sabër dhe kënaqësi. E dyta, besimtari kur i ndodh një aksident, na themi se aksidenti është njëra prej metodave që kur vdes një besimtar, Allahu i jep gradën e shahidit. Sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kush vdes nga gërmadhat është shahid, kush vdes i përmbytën është shahid, kush vdes i djegun është shahid. E ulemat kanë thonë, sikur se Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, kush vdes në aksident llogaritet sikur se të ketë vdekur në ngërmadha. Kur një mur i vjetër ose një shtëpi e zëndi ka në fundi, e vdes është shahid, ashtu edhe njeriu që vdes nga aksidenti është shahid. Momentin që vdes, a e ndin dhimbjen, a nuk e dim, unë nuk di në një argument fetar që neve në e shanë këtë citat. Mirë pa të që e di, që në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është se ai njeriu llogaritet shahid te Allahu subhanahu wa taala. Fëmia i besimtarve, sidomos se ka qenë pa hyrë mbylyk, ai hyn në xhenet zotën ashtu a priori. Se fëmijët e besimtarve janë banorë të xhenetit. Po nëse plus vdes në aksident, Allahu i jep edhe grada të larta. Grada që u jep shahidave, atyre dëshmorëve që luftojnë për ta ngritur fjalën e Allahut xhelal, për ta mbrojtur vatanin e tyre, për ta mbrojtur nderin e tyre, për ta mbrojtur pasurinë e tyre. E s'ka dyshim se kjo vdekje megjithëse ka pikëllimet e veta, i ka urtësitë e veta. E para është kjo domethënë, grada e madhe që i jepet këtij fëmijës në xhenet, në anën tjetër e Allahut është ajo që të ka dhënë. Ta ka dhënë disponim 1 vjet, 5 vjet, 7 vjet, 10 vjet, edhe ta ka marrë. Unë falenderoj Allahun për atë që sa ta ka dhënë. Edhe krahasoj veten me ato që s'kan hiç. Edhe ai si e të kalon jetën. Normalisht edhe lutë Allahun e Madhëshëm që Allahu me ta letu dhimbjen, me ta paksu mërzin, me ta fresku shpirtin, e inshallah taala një ditë edhe na kena me dalë për kësaj bote, inshallah boni bashkë në xhenet atje, prindi me evladin e vet. E gëzoni të mirat e Allahut atje në xhenet, sepse fundi kjo jetë është kalimtare. A jeton 50 vjet, a jeton 70 vjet, a jeton 100 vjet, një ditë ka me përfundu. Ama jeta e ahiretit është e përhershme. Që me kon bashkë atje, ka kuptim shumë më të rëndësishëm, edhe më të madh dhe më të thellë se sa me kon bashkë, se këtu një ditë kemi do. Ja ti si prit kemi shku përpara, ja i si fëmijë ka me shku përpara, sikur është rasti tash që ka shku. Ama një ditë keni mundo. Inshallah jeni bashkë në xhenet, Allahu i Madhëshëm atë
e bën banor të xhenetit, i jep galla të larta në xhenet, juaj e freskon zemrat me sabër dhe garet, e inshallah taala ju ruan nga çdo fatkeqësi dhe e keqe që ka mundësi në këtë botë. Zoti ja mbush zemrën me dashuri për Allahun e Madhëshëm, ja mbush zemrën me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili është modeli jon, edhe aty ka vdekë jo një fëmijë, po pikë fëmijëve që ka pas veç vajza Fatime ka vdekë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë ka vdekë përpara. Që është argument, se domosht 7 fëmijë ka pas, 6 ka vdekë, të qenë gjallë, veçën edhe të mëdhej. Edhe ka pas sabër. E kjo është modeli më i mirë që na e kemi para vetes. E inshallah Allahu va mbush zemrën me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pastaj va kompenzon çdo fatkeqësi, çdo sprovë që ndodh me shumë të mira në këtë botë, e inshallah taala fund u jep xhenetin juve dhe gjithë familjes suaj e bëni bashkë xhenet inshallah taala. Hoxha, Allahu të shpërbleft për këtë përgjigje që ja dham një nënës së mërzitur e cila na ka shkruar një letër. Inshallah ngushëllohet nga kjo video. Allah inshallah jep sabër dhe garet dhe ja mbush zemrën me dashnin dhe Allahu subhanahu wa taala, se kjo është ngushlimi më i madh inshallah taala. Amin. Selam aleikum. Wa alaikum salam.